Komisioni Qendror Zgjedhor ka hartuar draftin për rregullimin dhe organizimin e procesit zgjedhor për 5 bashkitë Vlorë, Berat, Serik, Mat dhe Tepelen të dekretuara për të shkuar në zgjedhje të parakohshme më datë 9 nëntor. KQZ propozon që fushata zgjedhore të fillojë më datë 1 nëntor, ndërsa kandidatët do të kenë afat deri në datën 22 tetor për të depozituar në KQZ kërkesën për regjistrim në zgjedhje. Ndërkohë partitë politike duhet paraqesin kërkesën për regjistrim si subjekte zgjedhore në KQZ jo më vonë se data 14 tetor, pra nesër afati fundit sipas KQZ-s. Ky plan i hartuar duhet miratohet nga Kolegji Zgjedhor për të hyrë në fuqi. Deri më tani Partia Socialiste, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Shqipëria Bëhet janë 3 partitë që kanë dorëzuar në KQZ kërkesën për regjistrim për parti. Ndërkohë Partia Demokratike ka dorëzuar kërkesën për regjistrimin e anëtarëve për KZAZ. Ndërkohë në dokumentin e plot të Komisionit Qendror Zgjedhor thuhet bashkitë Berat, Tepelen, Serik, Mat dhe Vlorë si dhe institucionet e tyre të bashkisë janë të detyruara të raportojnë në KQZ të gjitha veprimtaritë me karakter publik që planifikojnë të zhvillojnë në periudhën 25 tetor 2025 deri në datën 9/11/2025. Autoriteti i mediave audiovizive monitoron për veprimtaritë me karakter publik të institucioneve publike të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi nga data 25 tetor nga ora 8 ose sipas rastit deri në përfundimin e programit. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e pjesëme vendore për kryetar bashkie në 5 bashkitë fillon më datë 1/11/2025. Prefektët e qarqeve paraqesin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën e plotë të objekteve brenda territorit të qarkut që përmbushin kushtet e parashikuara në ligj për vendin e numërimit të votave, jo më vonë se data 14/10/2025. Rezultatet e sondazheve zgjedhore nuk mund të publikohen gjatë 3 ditëve të fundit para datës së zgjedhjeve, përfshirë dhe datën e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit. Ngarkohen administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera të përmendura në këtë vendim për zbatimin e tij. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor pranë Gjykatës Administrative të Apelit në Tiranë brenda 5 ditëve nga shpallja e tij.